Bashkimi Evropian ka vlerësuar se Serbia me sjelljen e saj në Këshillin e Evropës është duke shkelur në mënyrë të qartë marrëveshjen e arritur mes Serbisë dhe Kosovës për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Këtë e ka thënë një zëdhënës i Bashkimit Evropian duke u përgjigjur në pyetjet rreth prononcimeve nga Serbia se ata kanë arritur që ta heqin nga rendi i ditës tesën për Kosovën si mysafire speciale në një komitet politik të Asamblesë Këshillit të Evropës. Presidentja e Parlamentit të Serbisë Ana Brnabić e kishte quajtur këtë si sukses të madh dhe fitore të madhe të Serbisë dhe si dëshmi se si luftohet për interesat e atë dheu. Mirëpo NBE thonë se Serbia ka obligime të qarta për të zbatuar të gjitha pikat e marrëveshjes së arritur në Bruksel dhe aneksit në Ohër. Sjellja e Serbisë në Këshillin e Evropës është qartë shkelje e marrëveshjes së Ohrit, ka thënë zëdhënësi i BE-s, duke rikujtuar se pika 4 e kësaj marrëveshje flet për mos pengimin e antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Nuk është hera e parë që Serbia thotë se po pengon antarësimin e Kosovës në disa organizata ndërkombëtare dhe se ajo vazhdon të bëjë lobim për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Kjo, sipas shumë diplomatëve evropian, shkon kundër frymës së normalizimit të raporteve. Kosova ka pasur rast të vitin e shkuar që të bëhet antare e plotë e Këshillit të Evropës, mirëpo Kosova nuk i kishte përfillur disa kërkesa të disa vendeve anëtare, sikur ajo që të dërgoi për shqyrtim në gjykatën kushtetuese draftin e statutit të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. Edhe pse Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës me shumicë të madhe të votave kishte rekomanduar antarësimin e Kosovës, vendet anëtare e kishin hequr nga rendi i ditës nga takimi i Këshillit të Ministrave, kur ishte dashur të votohej për këtë çështje. Për këtë vënë nga Brukseli, Augustin Palokaj.